Gjykata e Lezhës ka dënuar me 12 vite burg Simon Gjokën, 38 vjeç, nga Miloti, i cili fillimisht u arrestua për vjedhje baktish, ndërsa gjatë hetimeve u zbulua se kishte patur marrëdhënie me një vajzë të mitur. Prokuroria kërkoi dënimin e tij me 18 vite burg, por duke përfituar uljen e 1/3 të dënimit për gjykim të shkurtuar, Gjoka do të vuajë 12 vite heqje lirie për akuzat vjedhje e kryer në bashkëpunim dhe marrëdhënie seksuale me të mitur. Pavarësisht mohimeve të tij gjatë procesit gjyqësor, trupi gjykues e shpalli fajtor në të dy veprat penale. Në dëshminë e vajzës 13 vjeçare marrë në prani të nënës dhe psikologut, ajo ka pranuar se kishte lidhje me 38 vjeçarin dhe se gjithçka kishte ndodhur me dëshirë, siç është shprehur në hetim. Ajo ka shtuar se Gjoka i kishte përzemtuar me persona të tjerë, që ngriti dyshime për shfrytëzim për prostitucion. Në telefonin e të miturës u gjetën foto intime që i kishin dërguar të pandehurit, i cili i kishte marrëdhënie miqësore me nënën e saj, një grua që shiste qyrin pranë kishës së shëndot në Laç. Simon Gjoka u arrestua në shkurt të 2025-s, pasi hetimet zbuluan se ishte përfshirë në vjedhjen e baktive të trasha në fshatin Gajush dhe dyshohet edhe për disa raste të tjera vjedhjesh në zonat përreth. Gjatë përgjimeve të telefonit të tij, policia konstatoi komunikime komprometuese me të miturën, çka e çoi më pas në zgjerimin e hetimeve dhe ngritjen e akuzës së dytë.